Drejtuesit e kompanisë amerikane AFS Infrastructure and Energy ishin së fundmi në Sarajevo për të diskutuar me udhëheqësit vendas për rolin e kapitalit dhe burimeve amerikane në zhvillimin dhe menaxhimin e gazsjellësit ndërlidhja jugore. Ndërlidhja jugore është tubacioni i gazit që do ta lidhë Bosnjë-Hercegovinën me sistemin kroat të gazit dhe terminalin e gazit të lëngshëm natyror në ishullin kroat. Bosnja nuk prodhon gaz, prandaj furnizohet me gaz rus që vjen nëpërmjet rrjedhës turke përmes Serbisë nëpërmjet tubacionit të vetëm të gazit nga Zvorniku në Sarajevo, i cili u ndërtua 40 vjet më parë. Deri më tani, gazsjellësit në Evropën juglindore janë ndërtuar nga kompani evropiane ose lokale. Seksioni që kalon nëpër Bosnjë do të jetë rreth 170 kilometra i gjatë dhe kosti i ndërtimit të vlerësuar shkon mes 405 dhe 810 milion eurove. Projekti do të zbatojë sipas një modeli koncesioni. Një investitor privat amerikan do të financonte, ndërtonte dhe operonte gazsjellësin për një periudhë të caktuar, pas së cilës ai do t'i kthehej Bosnjës. Për të filluar punën, është nevojshme që Federata e Bosnjës t'i japë një koncesion investitorit. Gjithashtu Bosnja dhe Kroacia duhet të nënshkruajnë një marrëveshje ndërkombëtare zbatimi. Sipas planeve, dokumentacioni mund të përfundohet deri në vishtën e vitit 2026, pas së cilës mund të fillojë ndërtimi. Por si furnizohet Bosnja dhe Hercegovina me gaz? Bullgaria ka njoftuar se mund të ndalojë transportin e gazit rus në vitin 2028. Në një skenar të tillë, Bosnja, pa një rrugë alternative, mund të mbetet pa gaz për industrinë dhe familjet në Sarajevo pa ngrohje. Gjatë vitit 2024, Bosnja importoi rreth 225 milion metra kub gaz.